një masive të YouTube-it, dhe këtë e pranojnë të gjithë artistët, pa çka që e pranojnë po ashtu edhe kompanitë distributore, që na shpërndajnë le të themi këngët nëpër rrjetet digjitale apo... Po dihet shkaku, apo? Mendoj që shkaku ndërkryesorët është fakti që kanë shkuar drejt TikTokut. Kanë shkuar drejt TikTokut, njerëzit tani janë lodhë dhe bëjnë vetëm scroll, e dëgjojnë këngën një javë, bëjnë gjithë video edhe mbaron kënga. Suksesi i një këngë shifet në afat gjatë, mendoj unë. Në afat gjatë, sepse kënga fillon futet pjesë e playlistave edhe qëndron aty, dhe nëse ti në 6 muaj kupton që kënga të ka kapur po themi 10 milion klikime, atëherë kupton që ka qenë një sukses. E thash pjesën e milionave sepse kisha ko pa parë shumë miliona, me thënë të drejten. Unë kam qenë nga ato artistët që kam preferuar të mos jem shumë pjesë e, le të themi, kësaj blerjes e klikimeve, pa çka që edhe unë e kam bërë, nuk ka si gjë në funditës, sepse kur e bëjnë 200 të tjerë do jesh dhe ti pjesë, por kam preferuar të qëndroj pak më neutral. Edhe, me thënë të drejten, duke qenë që këtë vit kam vendosur të bëj shumë projekte muzikore, dhe gja kam lançuar 3 nga janari, kam edhe 5 të tjera deri në dhjetor, kështu që është një vit me prodhimtari, dhe kam vënë re që duke prodhuar, klikimet vetëm do rriten, sepse njerëzit automatikisht edhe YouTube-i vetë të nxjerrë në playlista më shumë kur ti je aktiv. Çfarë të ndezi këtë dritën që 2026 të nisë